Nëse ndiqni me kujdes të gjitha televizionet shqiptare, do të vinë re se aty transmetohen emisionet të njëjtit format, ku ftohen personalitete apo VIP-a, le ta themi kështu, të cilët flasin për tema të ndryshme gjithmonë sipas rastit. E ndërsa numri i këtyre emisioneve është gjithmonë në rritje, këtu kemi një problem, se ne duke qenë popull i vogël në numër, personalitetet janë të pakët. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që të shohim këta figura publike në çdo emision, në çdo televizion, në çdo lloj formati emisioni pra. Vetëm ajo që ndryshon është logoja e televizionit, por unë tani shoh që ne duhet lidhemi drejt për së drejti me studion e emisionit tashmë të njohur Deja Vu, i cili drejtohet nga një analist e gazetar shumë i njohur dhe që ka një të ftuar akoma edhe më të njohur, gjë që e bën bisedën edhe më interesante. Pra lidhemi menjëherë drejt për së drejti me studion e emisionit Deja Vu. Mi mbrëma, mendova ta filloj sot ndryshe këtë emision. Më pihet një cigare, nuk thot gjë njeri, pse mos ta pi? Ja ta thithë njerë. Nuk lejohet në fakt, po unë dua ta pis, më thot gjë njeri. E fundit. E figa. Mirë pra, sot në studion e Deja Vus do të ftoj një nga herojnë tanë i cili ai gjithmonë rikthehet për momentet vështira të popullit. Sot me mua në studio do të jetë Ismail Qemali, e ftoj me një në studio. Mbrëma i nderuar. Mbrëma o i bekuar. Në emisionin tim zakonisht të flitet me disa foto, të cilat... E kam parë. Okej, kalojmë në foton tjetër. Po, kjo është foto, Më pëlqejnë shumë flamujt e kombeve, sidomos ato të qëndisurit mirë. Po në veçanti, më pëlqen shumë flamuri i Kongos. E di pse? Se është qëndisur më 1323 nga Mari Kongo vetë. Kam përshtypjen se do të thuash se kongolezët e kanë qepur përpara nesh shumë kohë, Muqo birë. Çështja qëndron që ne e qëndisëm më 912-ën, se për momentin nuk kishim P. Më kupton? Nga pkesa e parë me P që erdhi e morëm N. Më pëlqeu komenti, unë nuk është se jam specialist peri, po kam përshtypjen se histori Sonjë është kputur disa herë peri. Kalojmë në foton tjetër. Sikur ne ta kishim reklamuar flamurin ton kështu, flamuri on do të qemë çdo zyre, më çdo shtëpi e në të tërë botën në mbarë. Fjete, o birë, u bëf të trim si Skënderbeu. Muç birë. Kalojmë në foton tjetër.
Gjithmonë kam dyshuar që ka pasur një lidhje mes këtyre të dyve. Mu që birë, unë nuk jam kundra marrëdhënieve brenda të njëjtit soj. Por kur këto kryen në një krevat të butë si kurrizi i popullit, se kurrizi i popullit o muq, është flori e kaluar floririt. O muq! Kalojmë në një foto tjetër. Ja disa flamurtar me flamur. Ti më pyet mua pse nuk rri atje dhe vi këtu? Po të pyes unë ty. A nuk isha unë që u angrita flamurin në 912-ën? A nuk ishte Skënderbeu që u angriti më 448-ën? A nuk ishte Hoxha që u angriti më 924-ën? Po Berisha nuk u angriti në 990-ën e Nanua në 998-ën? Brenda 900-ës ua kemi ngritur 4 herë flamurin. Lajmëroni 129-ën, kush e ul flamurin? Kam përshtypjen se ju duhet ta kishin ngritur shumë lart që mos shkonin ta kapnin dhe ta ulnin. Mu qobir, nuk është problemi sa lart e ngrë. Problemi është që kur ta ngrësh ta mbash të ngritur flamurin. Turp, një popull që flë, vdes. Unë kam përshtypjen që nuk flë, po ai është thjesht duke u shlodhur dhe do të rimari forcat për një të nesërme të ndritur dhe për shpresa për të pardjeshmen. Ti zgjojmë mu që djemë të Skënderbeut. Ti zgjojmë vatanis rret. Unë do të kërkoj si babai kombit, me që populli është në gjumë, të paktën t'i këndosh një null që të shohi ëndrat bukura. Fli, biri nënës, fli. Fli, biri nënës, fli. Fli se s'ke ku shkon, pa pun pa shtëpi. Fli se në Evropë nuk të qas njeri. Kemi se dezavyja për sonte